Spitali i ri, motor, mos harro ta kyçim edhe babajin diell. Edhe 21 vjet pas organizimit të revistës memoriale Nura Domi Betullahu, interesimi publikut në Gjakov po është i madh. Në festivalin e si vjetëm morën pjesë shkollat fillore Femia Agani, Zekaria Rexha e Minduraku nga Gjakova. Pastaj kolegji Mehmet Akif po nga Gjakova, si dhe teatri të rinjve nga Prishtina. Tematikat janë të larmishme, ka të bëjë edhe me migrimin, një mësuese ka përgatit shumë mirë. Në emër të komunës, këta aktivitet e përshëndeti përfaqësuesi i komunës. Për këtë punë plot përkushtim, me lejoni që të falenderoj tërë ekipin e vyeshëm të teatrit amator të Gjakovës, arsimtarët e shkollave pjesëmarrëse të këtij edicioni, të cilët prej vitesh po mësojnë nxënësve magjinë e artit skenik. E aktori Ysem Binaku, ai që për më shumë se 20 vjet ka përgatitur brezat për interpretim skenik, tha se është i kënaqur që ka arritur që disa prej tyre që dikur të vegjël kanë luajtur në këtë skenë, sot janë aktor me emër. Kjo që kemi bërë ne është një investim jashtëzakonisht i madh dhe flet fakti më së miri se 5 aktorë që sot e majnë gjeneratën e re të aktorëve të teatrit profesionist janë dalë nga këto aktivitete. Edhe këtë vit revista memoriale Nura Domi Betullahu nuk pati karakter garues, por që po arrin të mbaj primatin si e vetmja formë e tillë e organizimit në Kosovë.